Në sheshin Parakullës 360 gradë, mbrëmjen e kësaj të premteje u çel sezoni turistik 2026 me një panajër të organizuar nga bizneset e zonës. Aktiviteti solli një atmosferë festive, ku nuk munguan lërat për fëmijë, piktorët e vegjël, si dhe stendat me gatime tradicionale të detit, të cilat tërhoqën vëmendjen e vizitorëve dhe qytetarëve të shumtë në Divjak. Kënga dhe vallja popullore, të organizuara nga Qendra e Kulturës, i dha një gjallëri mbrëmjes festive. Pjesa e aktivitetit ishin dhe 25 vajzat e Miss Shqipëria, të cilat u prezantuan në këtë skenë. Në koncert performuan këngëtarët Eranda Libohova dhe Devis Gjerahu, të cilët ndezën atmosferën dhe përcollën emocione mes këngës dhe valleve për qytetarët që kishin mbushur sheshin. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin kryebashkiaku i Divjakës Josif Gorea, deputet të Qarkut Fier, drejtuesja politike e Partisë Socialiste për Qarkun Fier Belinda Balluku, ministri i Financave Petrit Malaj, si dhe drejtues të institucioneve të Bashkisë Divjak. Fjalën përshëndetëse në çeljen e sezonit turistik e mbajti kryetari i Bashkisë Josif Gorea, i cili theksoi rëndësinë e promovimit të turizmit, kulturës dhe kulinarisë tradicionale për zhvillimin e zonës së Divjakës. Faleminderit që jemi së bashku në këtë festë bukur, në këtë hapje sezoni të ri turistik, në kujtesën tonë të bukur, në këtë drejtë të jashtëzakonshme. Kësaj festë kam kënaqësinë sonte të tregoj që kësaj feste sot kam kënaqësinë e veçantë që të them që ne as bashkuar drejtuesja e jashtëzakonshme politike e qarkut tonë, e nderuara zonja Belinda Balluku bashkë me të gjithë deputetët e Qarkut Fier. Faleminderit nga zemra. Siç do vinë, edhe ky do jetë një sezon i jashtëzakonshëm, i bukur, në të gjithë të trevë të bukur. Bashkia ka marrë të gjitha masat, do të pastroj bukur Perdetin, do të pastroj bukur të gjitha shtigjet e pyllit tonë të jashtëzakonshëm dhe do të mirëmbaj të gjitha pjesët e tjera të kësaj bukurie natyrore.